kur një nga ensarët në Medinë ndroi jetë. Edhe e nxorën dhe e morën për ta varros. Profeti a.s. informohet edhe shkon. Dhe ato po bonin përgatitjen për ta vendosë dhe për ta mbulu. Pejgamberi nuk ka fol. Është afruar afër varrit dhe është ul. Dhe nuk ka fol dhe ka mbaru përgatitja. Dhe nga që pejgamberi ka qenë menushëm, transmetohen dhe detaje që e ka pas një shkop në dorë dhe e bënte tokën kështu. Ishte thellu dhe e lëviste shkopin në tokë. Dhe thot ai që e transmeton, thot neve që ishim aty, kemi hesht dhe kemi qëndru, si kur një zog të vinte, për të ullë mbi net do kujtonte se është ndonjë pemë ose ndonjë shtyllë. Kemi net, pejgamberi pa fol, ne pa fol, edhe kuptohet kur njeriu është në bareza, krijohet një seriozitet tjetër. Sepse njeriu ballafaqohet me diçka që do ta përjetojë në të ardhmen vet. Dhe thot pejgamberi e lëviste shkopi, pastaj e ngreti kokën. Dhe ka thonë 2 thot ose 3 herë ista'idhu billahi min adhabil qabr. Tha, o vlezër, kërkojeni ndihmë Zotit dhe mbrojtje prej dënimit të varrit. Thot ne kemi vazhdu trim si të shtangur. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë, kur njeriu, shikoje tani disa nuanca i ka edhe kjo ëndër. Thot, kur njeriu është midis ballafaqimit duke u thënë në botën tjetër dhe duke e lënë këtë botë. Është ai çasti fundit final, që njeriu është pak në këtë botë dhe fillon merr avantazh udhëtimin në botën tjetër. Pra është ky çasti kur shpirti vjen në krahëror dhe fillon të shkojë për të dalë. Këtu shfaqen engjëjt e të madhit Zot dhe pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë, kur do japi shpirt muslimani ose muslimania ndershme, i fillojnë i shfaqen engjëjt, thot sa i shikon syri. Dhe në kohën thot që po jep shpirt besimtari dhe muslimani dhe muslimania e mirë, del shpirti thot si pika e ujit e fundit që del nga një gotë, but, let, avash dhe bjen tokë. Sepse engjëjt janë urdhëruar me lajket që t'ja marrin shpirtin besimtarit dhe besimtares ndershme me kujdes dhe me respekt. Sepse veprat e tyre të mira, veprat e tyre të vyshme, shpirti i tyre i pastër nuk mund të merret ndryshe. Dhe thot afrohet engjëlli që merr shpirtrat dhe engjëjt e tjerë që e rrethojnë, thot me qefin për xheneti. Po flas tani, ka tregu në fillim, se pastaj ka tregu dhe për jo besimtarin, po fillim ka tregu pjesën e udhëtimit atij që është besimtar dhe besimtare. Mos haro të begatoft i madhi Zot. Mos haro sa asnjë nga ne nuk është i devotshëm përveç se ndodhin të mirat kur vjen mëshira dhe begatia të madhit Zot. Vetëm kur vjen mëshira së mdjusit gjithësisë ne përjetojmë këto gjëra të bukura dhe të mira. Kur të ikim ke Zoti, siç kanë ikë me miliarda përpara nesh. Kur vjen drejtësia e Zotit, siç do të jetë me besimtarët, atëherë vjen dënimi. Thot kur po ndahet, vjen engjëlli që merr shpirtin, edhe engjëjt e tjerë presin me qefin për xhenetit të bardhë, siç edhe e tham. Dhe engjëlli i cili merr shpirtin i thot njeriu, se është çast i vështirë, po kalon nga i botë në botën tjetër. Njeriu udhton nga i vendin tjetër dhe e ka vështirë. Ndron nga një shtëpi, nga i lagjen tjetër don një kohë ambientore. Tani po flasim për udhtimin e madh, që njeriu nuk kthehet më në këtë botë. Dhe engjëlli i Zotit, engjëjt po ai që i flet për ta qetësu, për t'i tregu mëshirën e pakuvishme që mos u mërzit, se me vërtet po e le familjen, po shko ka ai që është më i mirë se sa familja jote, Allahu xhelle xhelalu. Thot ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. O ti shpirt që ke qenë totalisht i bindur ndaj Zotit, ktheu ke ai. Prandaj çdo musliman dhe muslimane, çdo besimtar dhe besimtare zven kënd në të madhin Zot, sepse nëse Zotin e ke vënë të parin, kur thot engjëlli ktheu ke Zoti jot,
po thu se ka i kam pa gjithat mirat dhe ai ka qenë i pari në jetën time. Në fakt ai që të krijoi. Pastaj gjithë kanë hak siç ka babai dhe nëna hakun më shumë se gjithë njerëzit sepse ato kanë bërë më shumë për ty. Po me të madhin Zot s'krahasohet askush. Prandaj thot ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna, o shpirt që e bind ndaj Zotit tënd, ke qenë i pajshëm, i butë, i mirë dhe i bindshëm ndaj Zotit, ndaj asaj që të ka mësuar Zoti e ke zbatu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheu ke Zoti ti i kënaqur, Zoti i kënaq me ty. Futu dhot në turmën e njerëzve të mi, futu në xhenetin tim dhe njeriu e jep shpirtin ashtu si tham si pika e ujit që bjen ngadalë. Thot sa del shpirti, pa tjetër që ka lidhje normal që do e shofësh trupin tënd, është logjike, sepse ti ndahesh edhe normal që e shef trupin siç ishte nëndër. Dhe thot nuk e lën Zoti i gjithësisë as një fragment sekondi vetë se e veshin ato me qefin të bardhë për xheneti dhe e lyjnë me ernat më të mira që ai kur nuk i ka shiju në jetën e vet. Atë që tham për aromën e mirë, e vishet me qefin për xheneti edhe me aromat edhe me parfumet më të jashtëzakonshme, sepse tashmë fillon udhëtimi i madh. Ka thënë pejgamberi Muhammed alayhis salam vazhdim, ishte kjo thënia që po themi kur ishte ke varrezat, që ta kërkonin mbrojtje për dënimit të varrit. Thot fillon të udhtoj me këto engjëj njeriu sipër për në qell. Dhe tani nëse në çastin e parë shef trupin, pastaj fillon kalon në dimension tjetër. S'ka më lidhje bota e kësaj bote me berzakhun, me botën mbas i vdes njeriu dhe me botën e ditës gjykimit janë komplet me ligje dhe me standarde të tjera. Thot do udhtoj ai që e ka mëshiru i madh i Zot, mashkull apo femër, burr apo grua, i madh apo i vogël, i ri apo në moshë tyr, s'ka rëndësi kjo. E rëndësishme është që si ke qenë, sa ke peshu ke i madh i Zot i qofshim atij fal. Thot ngjitet për lart dhe këto engjëj që kanë ardhur i marr shpirtin këto e shoqërojnë. Por qielli i lartë është i mbush me engjëj që kanë detyra të ndryshme, shumica prej tyre falen. Shumica prej tyre, ka thonë pejgamberi, i kenë sejdë, një shumicë të madhe tjetër i kenë ruku, një shumicë të madhe engjësh tjerë i kenë duke madhuru Zotin e gjithësisë. Dhe ti kur të thosh, qofse don Zoti të të hapi dyert e qiellit, ti i shef gjitha këto. E do thosh, si tha i surës Yasin, ja lejta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ato e vran, ai iku dhe qa tha, ja lejtë qaum, mirë për popullin tim, ta ditet shjep Zotin në xhenet e si të nderon ai. Fillon ti kënaqesh me veprat e mira që me besimin ke Zotin mbi të gjitha. Dhe me veprat e mira dhe të shkëlqyeshme që ti i ke bë, dhe thot pejgamberi alayhis salam kalon, hapen dyert e qiellit dhe kalon dhe engjëjt ndjejnë aromën e mirë dhe shohin qefinin për xhenetin dhe thojnë, kush është ky me këto aromat mira, kush është ky shpirti i bekum? Dhe engjëjt që e kanë informacionin, sepse tashmë libri i jetës është mbyll dhe kasetat e jetës janë gjithë. Neve jemi skanuar në çdo çast ka i madh i Zot dhe ati si është shehur asgjë. Këto engjëj thonë ky është filani dhe e përmendin thot pejgamberi alayhis salam me të gjitha cilësitë dhe veprat e mira që i ka bën dynja. Ky është ai që ka besuar të madhin Zot. Ky është ai i cili ka besuar pejgamberin Muhammed alayhis salam. Ky është ai i cili ka besuar në Kur'an dhe ka këndu Kur'an. Ky është ai i cili është fal. Ky është ai që ka agjëru. Ky është ai që ka shkuar në haxh. Ky është ai që ka dhënë zeqat. Ky është ai që ka respektuar babën nën. Ky është ai që ka qenë i këndshëm vllaznik. Ky është ai që ka qenë i mirë në familje dhe besnik. Ky është që ka edukuar fëmijët e vet. Ky është që u mundote me i bë mirë njerëzimit. Ky është që ka kërku falje shumë ke i madhi Zot dhe për kusuret që ka pas. Ky është ai i cili i ka qëndru mendja ke i madhi Zot. Ky është ai që e ka pas zemrën të mbushur me besim. Ky është ai që zemra e tij ka dash Zotin shumë. Ky është zemra e tij që ju ka friksuar sudusit gjithësisë. Ky është ai që zemrën e vet e ka pas me shpresë të mbushur me fitu mirësitë e Zotit. E përmendin, imagjino sa krenar ndjehet njeriu, e përmendin me gjërat e mira. Ky person, çka kujtoti se ky person s'ka pas gjinave dhe ky ka pas, po i madhi Zot ja ka fal. Ky a ka pas ky person gjinave, pra ky që ka përshkruajtur profeti. Ka pas, po i madhi Zot ka pas më shumë mira se të këqija dhe ja ka shujt këqijat dhe i ka vlerësuar ato që ka të mira, se s'ka rob pa gjinave në sipërfaqen e tokës.
Prandaj muslimani dhe muslimania e vërtet gjithmonë o Zot na fal, o Zot na fal. Nuk duhet ta largoj asnjëherë, sepse gjithë jemi me kusure. Muslimani i mirë dhe muslimane e mirë është ajo e cila çdo ditë mundohet të përmirësohet. S'ka njëri të përsos. Po të ishin përsos do u quheshin me like engjëj. Ato shtyp butoni dhe janë vetëm të mirë. Ato nuk janë sprov. Njeriu është sprov, i është lënë e mira dhe e keqja, dhe kur merr të mirën vlerësohet shumë, kur të merr të keqen ma konsekwencat e të keqes vet. Thotë e lavdrojnë derisa afrohet ke i madhi Zot. Dhe aty do mori 3 pyetje. Do i thonë kush ka qenë Zoti jot në tokë? La ilaha illallah. Thuaj në Zot tjetër pastaj. Kush ka qenë Zoti jot? E ai që e ka besuar gjithë dhe thotë Zoti im është Allahu, Zoti i madh i gjithësisë, krijuesi i universit dhe im. Thoj kush është libri që ke besuar që ka zbritur ai, Kurani famlar. Tha kush është pejgamberi që është dërguar për ty? Thot Muhamedi alayhis salam. Pyetet ku e din ti këtë? Do thot e kam lexuar Kur'an dhe e kam vërtetuar dhe e kam besuar. Kështu është me adill sakt. La ilaha illallah. Kur i jep përgjigjet dhe i ka bë punët si mas kësaj që ka besuar, thot sadaqa abdi. Thot vjen një zoj fuqishëm që thot të vërtetën nga thon robi im. Shtroja ti shtroje prej xhennetit. Visheni me zbukurimet e xhennetit dhe hapjani pamjen e xhennetit. Dhe thot ky rob thot o Zot, bëj shpejt kiametin të futem në xhenet. Dhe i thuhet qetësou, sepse mirësitë e Zotit janë pa numërta për ty. Dhe në fakt, begatofti i madh i Zot, neve na begatoft gjithëve. Po ne çdo të mirë për atij e pam. Pse më të botë të panumërta janë mirësitë e atij. Për Zotin, ja bashkë si që jemi sot në xhami. Me fillu bashkë këtu tani, edhe numërojmë të mirat e Zotit. Pasha Allahun që është një dhe një vetëm. Fillojmë mi numëru tani dhe derisa vdesim nuk mbarojmë. Me fillu mirat që na ka dhëruar i madhi Zot, që Kurani thot ato haptas dhe ato fshetas. Se ka shumë për shembull mirësi që Zoti na i ka dhënë dhe janë zbuluar së fundmi nga shkenca. Sa tjera ka që akoma ne nuk i dim. La ilaha illallah, një nga emrat e Zotit është Latif, shumë i butë, por ka dhe i kuptim tjetër që Allah, bën mirë dhe ti asnjëherë se ke kuptuar që të ka bën mirë. Sa gjëra kanë në jetë, pa shat madhin Zot që është një dhe një vetëm, që ai na ka ruajt, na ka përkrah, na i ka kriju situatat mos dëmtojmë, na ka dhënë mirësi pa e kuptuar ne, dhe ai asnjëherë s'na e ka thënë se ky është Zoti i gjithësisë, që jep dhe ngaherë shumë ose shumë herë nuk ta thot fare që unë t'i kam dhënë. Sa herë mund të jesh ruajtur që ka qenë vdekja afër, ka kriju situatat, ti nuk e din fare dhe ai në fakt ka ruajt. Ky është El Latif, i buti dhe ai që jep mirë njeriu dhe ai njeriu nuk e din asnjëherë gjatë gjithë jetës vet. Tani, mos u çuditni me këto mirësi, sepse ai na i ka dhënë edhe në këtë botë. Është po i njëjti Zot.